Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri shqiptar Edi Rama u prit në Rom nga homologja italiane Giorgia Meloni në mbledhjen e parë zyrtare mes dy qeverive. Takimi fokusoi tek bashkëpunimi strategjik në fusha të ndryshme, përfshirë shëndetësinë, energjinë, arsimin, sigurimin dhe inovacionin. Në fund të mbledhjes u nënshkruan 16 marrëveshje dhe memorandume dypalshe. Në kuadër të vizitës së tij në Rom, kryeministri shqiptar Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e parë të përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, një takim historik që synon forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ceremonia fillestare e pritjes u zhvillua në prani të kryeministres Giorgia Meloni dhe antar të dy kabineteve, ku Rama dhe Meloni theksuan marrëdhëniet miqësore dhe nevojën për bashkëpunim të ngushtë në fusha strategjike. Seanca plenare e mbledhjes që zgjati rreth një orë dhe shërbeu si forum për diskutime mbi projekte dypalshe dhe përparësitë e përbashkëta. Në fokus ishin bashkëpunimi në shëndetësi, përfshirë përmirësimin e kujdesit neonatal dhe maternal, energji, mjedis, siguri, arsim dhe inovacion. Po ashtu adresuan edhe sfida në sigurinë kibernetike me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi mes ministrive të jashtme të dy vendeve. Bashkëpunimi në mbrojtjen civile parashikon projekte për trajtim, pajisje dhe mbështetje teknike, ndërsa fusha ushtarake përfshiu marrëveshje për transferimin e mjeteve detare dhe bashkëpunimin mes kompanive italiane Leonardo dhe Fincantieri me partner shqiptar. Po ashtu nënshkrua një memorandum i mirëkuptimit në luftën kundër trafikut të drogës mes institucioneve të punëve të brendshme. Në total, gjatë takimit u nënshkruan 16 dokumente që mbulojnë fusha të ndryshme të bashkëpunimit, duke forcuar marrëdhëniet bilaterale dhe duke theksuar rëndësinë e koordinimit mes dy qeverive për çështje strategjike për të ardhmen e rajonit dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Ish-kryeministri Sali Berisha shpreh se do të marrë pjesë në SPAK vetëm nëse ftesa i dorëzohet në mënyrë të rregullt. Ai akuzon zyrtar të drejtësisë për manipulim, ndërsa thekson se hetimi i ngjarjeve të 21 janarit nuk është zhvilluar plotësisht dhe po përdoret politikisht. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ndaj thirrjes për të dëshmuar në SPAK në lidhje me ngjarjen e 21 janarit, ku mbetën të vrarë 4 protestues. Ai deklaron se do të marrë pjesë vetëm nëse ftesa i dërgohet në mënyrë zyrtare dhe të rregullt, duke shtuar se ka vetëm një kusht, që unë të marr thirrjen. Por ka vetëm një kusht, që unë të marrë thirrjen. Duhet vi, siç kanë ardhur me 10 njoftime tjera, dhe unë jam përgjigj çdo njoftimi që ka ardhur. Kurse përdorimi i kësaj është akti shëmtuar i Altin Troplinit, një shërbëtor, një mercenar i regjimit i Edi Ramës, që kujton se mund të mbuloj sadopak me zhurma të tilla krimet e shëmtuara të Ramës dhe Ballukut. Nga ana tjetër, SPAK sqaron se fletëthirrja për ish-kryeministrin është dorëzuar në 3 adresa: kuvent, selinë e partisë dhe banesën e tij personale, duke hedhur poshtë pretendimet për mosdërgim të saj. Berisha përsërit se ka marrë në banesën e tij qindra njoftime dhe letra nga institucione të ndryshme, duke përfshirë edhe gjykatën. Banesa ime, në banesën time kanë ardhur me qindra, dhe mos je këtu dhe nuk duhet të them fjalë tjera. Në banesën time vijnë qindra letra, njoftime e të tjerë, që të gjitha ata që janë poshtë i marrin, i sjellin dhe i dorëzojnë. Midis tjerash edhe nga gjykata, të gjitha njoftimet. Midis tjerash për gjenin tuaj, ka patur raste që i ka dërguar edhe me motocikletë. Pra, të lutem, mos përsërit mashtrime ordinere të njerëzve të cilët janë të angazhuar në propagandë. Nuk takon ty kjo. Ish-kryeministri thekson se qëndrimi i tij ndaj ngjarjeve të 21 janarit nuk ka ndryshuar me kalimin e viteve. Ai është pro hetimit, por kundërshton mënyrën se si çështja përdoret për qëllime politike dhe propagandistike. Është ajo që i solli ata mish për top, siç ka thënë Blushi, shoferi i autobusit tyre. Ndaj dhe. Është çështje hetur. Është çështje hetur kur unë kam qenë dhe s'kam qenë pushtet, por e hetur nga armiq të egër të Partisë Demokratike dhe të qeverisë sime, të etiketuar nga unë në mënyrën më të qartë se ç'përfaqësojnë. Bllokimin e hetimit. Berisha shton se drejtësia duhet të përqendrohet edhe te ngjarjet më aktuale si atentati kundër bashkëpunëtorit të Emiliano Shullazit, një ngjarje që sipas tij implikon edhe 2 ministra.
për lidhjen si mishi me thoj të Muç Shaljanit me Ervin Hoxhën dhe të Gilmando Danit me Blendi Goxhën. Kjo është një histori e turpshme, si nderon kjo censurë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse në Shqipëri, duke lidhur atë me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe përmirësimin e standardeve të administratës zgjedhore. Reforma zgjedhore përfaqëson një hap të mirë drejt integritetit zgjedhor, nxisin palët për reformë gjithëpërfshirëse. Duhet një produkt i mirë. Komisioni Qendror Zgjedhor ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor. Reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugtimit dhe zotimit që ka Shqipëria në grup kapitullin e parë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi konsideroi bashkëpunimin me Bashkimin Evropian më thelbësor për trajtimin e administratës zgjedhore, duke theksuar se përqendrimi i lartë i politikës në administratë ka penguar një proces të qartë dhe transparent. Historia jo vetëm për zgjedhjet e fundit ka treguar që administrata zgjedhore nuk siguron të gjitha garancitë që duhet të sigurojë në lidhje me administrimin transparent të procesit zgjedhor. Dominimi vetëm nga partitë politike të administrimit të zgjedhjeve ka krijuar handikapin e vet në lidhje me standardin profesional. Është me rëndësi të dorës së parë që kjo çështje të jetë ndër të parat që duhet të adresohet. E pranishme ishte dhe Liriko Paçi Di Michel, drejtore e divizionit të zgjedhjeve dhe bashkëpunimit parlamentar në Asamblen Parlamentare, e cila theksoi rëndësinë e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor. Aktualisht diskutimet për reformën zgjedhore mbeten prioritet në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa autoritetet synojnë përmirësimin e kapaciteteve të administratës zgjedhore dhe rritjen e transparencës së procesit. Shqyrtimi i projekt buxhetit 2026 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është shoqëruar me debate në Komisionin e Ekonomisë, Punësimit dhe Financat. Deputetët e opozitës kërkuan që prezantimi të bëhej nga vetë ministrja Belinda Balluku, duke konsideruar mungesën e saj si shkelje të rregullore së kuvendit. Raportimin e bëri zëvendës ministrja Enkeleida Muçaj, e cila prezantoi projektet kryesore në transport, energji dhe infrastrukturë. Në Komisionin e Ekonomisë, shqyrtimi i projekt buxhetit për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2026 u shoqërua me debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike kërkuan pranimin e ministres Belinda Balluku, duke theksuar se raportimi nga përfaqësues të dikasterit nuk mund të zëvendësojnë përgjegjësinë direkte të saj për menaxhimin e fondeve publike. Ne kërkojmë që këtu të jetë ministrja zonja kryetare, sepse është shumë e rëndësishme, jo vetëm flasim për buxhetin, por të flasim për shumë çështje tjera të nxehta, të cilat kanë lidhje me transparencën ndaj publikut, me përdorimin e fondeve publike, kanë lidhje me projekte të mëdha infrastrukturore, për cilat ministria, dhe po i rendis këtu, tuneli Llogaras, aeroporti i Vlorës, e sa tjerë, ministria prej kohësh dhe ministria prej kohësh ndodhet në një të themi situatë as pak të këndshme. Në komisionin që është komision përgjegjës, Komisioni i Ekonomisë, zonja Balluku të nxjerrë të justifikim dhe të thotë që jam jashtë, mundet që Në mungesë të ministres, raportimin e bëri zëvendës ministre Enkeleida Muçaj, e cila prezantoi projektet prioritare që pritet të financohen gjatë vitit të ardhshëm. Muçaj vuri theksin te zhvillimi i infrastrukturës hekullore dhe modernizimi i transportit publik. Në buxhetin 2026 shihet mirëqartë që kemi një mbështetje buxhetore për sa i përket linjës hekurore Tiranë-Durrës dhe Rinas, i cili përfaqëson një nga ndërhyrjet kryesore të domethënëse të infrastrukturës hekurore në vend. Një element shumë i rëndësishëm tjetër që gjen qasje në këtë buxhet është edhe ndërtimi i stacionit qendror të Tiranës si një simbol kombëtar të nderuar. Dhe në fakt do të sigurohet lidhja me dhe do të vi pranë në zonën historike në fundin e bulevardit Zogu i Parë, pikërisht qendra e re e Kurudës, themi lidhja e kurridorit me Vlorës dhe aeroportit të ri të Vlorës, i cili gjithashtu është një tjetër investim për 15 kilometrash për të mundësuar ndërlindjen me qytetit dhe këtij aeroporti, dhe një pjesë tjetër ka të bëjë me ndërlidhjen Suks Porto Romano. Këtë e kemi diskutuar madje në pyetjet tuaja për të siguruar pikërisht ndërlidhjen ndërmjet portit të ri tregtar dhe këtij rrjeti kurridor. Nuk po e diskutojmë më tej pikërisht me lidhjen tuaj. Sipas dokumentit të projekt buxhetit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të ketë një fond total prej 77.2 miliard lekësh për vitin 2026, duke renditur atë ndër institucionet dhe financimin më të madh në qeveri.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Blushi zhvilloi një takim me kryedemokratin Sali Berisha në Selin Blu ku diskutua aksioni opozitar dhe nisja e parlamentit të qytetarëve para kryeministrisë. Opozita paralajmëron protesta të gjata dhe radikalizëm të qëndrimeve në parlament. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Blushi mbërriti këtë të njëjtën në selinë e Partisë Demokratike ku u prit nga kryedemokrati Sali Berisha burimet nga brenda selis bën me dije se takimi i cili nuk zgjati shumë u fokusua kryesisht në aksionin opozitar dhe organizimin e asaj që Berisha i ka quajtur Parlamenti i Qytetarëve para kryeministrisë. Ky aktivitet do të shërbejë si platformë proteste e cila do të nisë të hënën në orën 18. Sipas burimeve, Partia e Lirisë do të ketë një rol aktiv në këtë protestë, të cilat pritet të zjasë në kohë duke krijuar presion mbi qeverinë për çështje të ndryshme politike. Takimi gjithashtu trajtoi strategjinë e mëtejshme të opozitës duke përfshirë mundësinë e protestave të përhershme para institucioneve kryesore si Parlamenti dhe Bashkia e Tiranës, ku gjatë muajve të fundit janë zhvilluar demonstrata për dorëheqjen e kryebashkiakut Erion Veliaj. Nga ana tjetër, Berisha dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike vendosën që nëse opozitës i mohohen të drejtat në parlament dhe komisione, ata do të radikalizojnë qëndrimet dhe do të ushtrojnë presion më të fortë brenda institucioneve ligjvënëse. Strategjia e opozitës duket e qartë, kombinimi i presionit në rrugë dhe brenda parlamentit për detyruar ekzekutivin të japë përgjigje ndaj kërkesave të tyre. Deputetët e opozitës të dërguan një kërkesë zyrtare presidentit të Republikës duke kërkuar kthimin dhe rishqyrtimin në kuvent të ligjit për barazinë gjinore. Ata argumentojnë se ligji është antikushtetues dhe theksojnë nevojën për respektim të traditave dhe komuniteteve fetare. Deputetët e opozitës kanë ndërzuar një kërkesë formale tek presidenti i Republikës ku kërkojnë që të ushtrohen kompetencat e tij sipas nenit 85 të Kushtetutës dhe të kthejë për rishqyrtim ligjin për barazinë gjinore në kuvent. Ata argumentojnë se ligji është antikushtetues dhe theksojnë rëndësinë e respektimit të traditave dhe komuniteteve fetare. Për këtë arsye, ju kërkojmë që të paktën një herë të vetme gjatë ushtrimit të detyrës tuaj si presidenti i Republikës të ngriheni në lartësinë e duhur, të ndaloni përçarjen, deformimin, dhe të ndiqni edhe këshillat e komuniteteve fetare për të ruajtur traditën shqiptare, se asnjë rregull në shoqërinë tonë nuk mund të imponohet në kundërshtim me përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Deputetët i bëjnë thirrje presidentit të veprojë duke e konsideruar këtë një provë historike. A do të mbrojë parimet e Kushtetutës, të arsyes dhe të lirisë, apo do të dorëzohet para imponimit të ideologjisë? A do të qëndrojë në themelin e së drejtës apo do të rrshqas në autoritarizmin ideologjik të paketuar si tolerancë? Kërkesa për rishqyrtim kërkojnë që ligji të kthehet në kuvent për të shqyrtuar pasojat e mundshme mbi strukturën shoqërore dhe traditat lokale, duke siguruar që asnjë depozite religjore të mos bie në kundërshtim me komunitetet fetare dhe me parimet kushtetuese. Me 6 nëntor, kuvendi miratoi me 77 vota pro të mazhorancës projekt ligjin e shumë debatuar për barazinë gjinore, kundër votuan 36 deputetë të opozitës, të cilët e kanë kritikuar ligjin ashpër, duke thënë se qëllimi është shkatërimi i familjes. Partia Demokratike ka depozituar një kërkesë në gjykatën kushtetuese duke akuzuar socialistët për bllokimin e ngritjes së komisioneve hetimore parlamentare. Sipas opozitës, refuzimi i kërkesave për hetimin e çështjes me Gonigëll dhe të zgjedhjeve të 11 majit përbën një shkelje të nenit 77 të Kushtetutës dhe një cënim të drejtave themelore të pakicës parlamentare. Partia Demokratike ka ndërmarrë një hap të ri institucional kundër mazhorancës qeverisëse duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar detyrimin e kuvendit që të pranojë ngritjen e 2 komisioneve hetimore, një për çështjen me Gonigëll dhe një tjetër për hetimin e zgjedhjeve të 11 majit. Në ankimimin e firmosur nga 30 deputetë opozitar, demokratët theksojnë se rrezimi i kërkesave në kuvend përbën një shkelje të hapur kushtetuese dhe një përpjekje për të kufizuar rolin e opozitës në jetën parlamentare. Sipas tyre, vendimi politik i mazhorancës e kthen opozitën në një fasadë të një demokracie të rrem, duke hequr asaj çdo mekanizëm kontrolli mbi qeverinë. Rrëzimi me votë politike i një të drejtë kushtetuese e bën rolin e deputetëve të opozitës jo thjesht
thjesht të papërfillshëm, por një fasadë e një normalitet të rrem që vret çdo ditë rregullat dhe standardet minimale të parlamentarizmit demokratik, thuhet në argumentin e depozituar në gjykatë. Opozita thekson se vendimi i kuvendit bie ndesh me nenin 77 të kushtetutës që i garanton pakicës parlamentare të drejtën për të kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore, si dhe jurisprudencën e mëparshme të gjykatës kushtetuese, e cila ka sanksionuar të njëjtin parim. Në kërkesë, demokratët nënvizojnë gjithashtu se majoranca ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo të drejtë parlamentare të opozitës, duke përmendur rastet kur janë refuzuar kërkesat për mocione me debat dhe interpelancë me kryeministrin apo me ministrat e kabinetit qeveritar. Tashmë pritet që gjykata kushtetuese të vendosë nëse do të pranojë shqyrtimin e kërkesës së opozitës, e cila e sheh këtë si një provë të rëndësishme për mbrojtjen e parimeve të shtetit ligjor dhe funksionimit demokrat të kuvendit. Policia shqiptare po përqendron hetimet tek vizita 4 ditore e Gilmando Danit që zhvilloi në Spanjë pak ditë para se të ekzekutohej në Shqipëri. Autoritetet kërkojnë bashkëpunimin e shtetit spanjoll për të zbuluar lidhjet e mundshme të këtij udhëtimi me atentatin e ndodhur menjëherë pas kthimit të tij. Hetimet janë zgjeruar dhe në Greqi për shkak të përdorimit të një automjeti dhe targave të vjedhura. Vizita që Gilmando Dani zhvilloi në Spanjë nga data 7 tetor deri në 11 nëntor po shihet si një prioritet nga hetuesit shqiptar, të cilët dyshojnë se gjatë këtij udhëtimi mund të jenë krijuar ose rikonfirmuar lidhjet që kanë të bëjnë me atentatin ku ai humbi jetën. Burime nga policia bëjnë me dije se është përgatitur një kërkesë zyrtare për autoritetet spanjolle me qëllim sigurimin e çdo informacioni mbi lëvizjet dhe kontaktet që Dani dhe shoku i tij Muçi Shaliani mund të kenë pasur gjatë qëndrimit në Spanjë. Sipas të dhënave, Spanja ishte një nga destinacionet e shpeshta të 47 vjeçarit gjatë viteve të fundit pas daljes nga burgu. Hetuesi dyshojnë se atje ai mund të ketë pasur takime të rëndësishme që mund të ndihmojnë në zbardhjen e motivit të atentatit. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi po kërkohet edhe nga autoritetet greke pasi automjeti i përdorur nga autorët e krimit, një Toyota, rezultoni vjedhur 2 vite më parë në Greqi, edhe tarkat që meti mbante ishin të vjedhura në të njëjtin shtet. Ndërkohë, policia shqiptare ka intensifikuar kontrollet në zonën e ngjarjes dhe në rrethinat e Tiranës së fushkrujës. Në 2 ditët e fundit janë shoqëruar 10 persona për verifikim dhe për të sqaruar alibit e tyre. Në laboratorin kriminalistik po analizohen edhe armë dhe automjeti djegur që autorët lanë pas, po për shkak të dëmeve nga zjarri, hetuesit thonë se gjasat për gjetur prova të plota mbeten të kufizuara. Megjithatë, burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se çdo detaj po verifikohet me kujdes, ndërsa pista e hetimit mbeten të hapura duke përfshirë konflikte të vjetra dhe prapaskena të mundshme jashtë vendit. SPA ka nisur hetimet ndaj ish-drejtorit përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili lidhur me sulmin kibernetik të marsit ndaj prokurorisë së posaçme. Ai u mor në pyetje për vepra penale të përgjimit palishëm të dhënave, pjesëmarrëse në grupe të strukturuara kriminale dhe veprimtarisë së organizatës kriminale. Ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili u paraqit sot në SPAK dhe qëndroi më shumë se një orë, ku u mor në pyetje në praninë e avokatit të tij. Hetimet ndaj tij lidhen me sulmin kibernetik të ndodhur në 12 mars ndaj prokurorisë së posaçme, ngjarje që u zbulua disa ditë më vonë dhe që ka çuar deri tani në arrestimin e ish-punonjësit të IMT-s Arnold Rokaj dhe ish-zyrtarit të burgut të Vlorës Zambak Gjonaj. Burimet nga SPAK bëjnë me dije se Agim Ismaili po hetohet për 3 vepra penale, përgjimi pajlishëm i të dhënave kompjuterike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Sulmi kibernetik synon të marrë të dhëna nga kompjuterat e 3 prokurorëve të posaçëm, Behar Dibra, Enkeleida Milonaj dhe Elida Kaçkini. Sipas SPAK, hakerat nuk arritën të deportojnë në sistemin e brendshëm të IT-s, por më pas të dhënat e marra u shpërndan te persona të tjerë, ku dyshohet se përfshihen 2 gazetarë, ish kreu i burgjeve Agim Ismaili dhe Dritan Palikaj, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë. Gjithashtu, hakerat tentuan të ndërhynin edhe në emailin e drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani, por nuk patën sukses fal masave të forta të sigurisë. Ngjarja ka ngritur shqetësime mbi mbrojtjen e të dhënave të institucioneve të drejtësisë dhe transparencën e informacionit të ndjeshëm, ndërsa SPAK po vijon hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë skem. Dy vajza të shpadhura në kërkim si bashkëpunëtore në rrëmbimin e 27 vjeçari janë arrestuar nga policia gjatë operacionit kufizimi.
Hetimet zbulojnë se grupi synonte përfitimin e 5.000 eurove. Dy vajza, Monika Marku, 21 vjeç dhe Suate Çelo Alia, 25 vjeç, janë arrestuar nga policia e Tiranës si pjesë e operacionit të koduar kufizimit 3 ditë pas ngjarjes së rrëmbimit të një 27 vjeçari. Operacioni vijon për kapjen e shtetasit Klajdi Limani, dyshuar si pjesë kyçe e grupit kriminal. Hetimet e deri tanishme kanë zbuluar se 5 persona, përfshirë të arrestuar më parë Lucian Kimza dhe Asmirel Nimani, të dy 24 vjeç, bashkëpunuan për të rrëmbyer dhe dhunuar fizikisht të riun me 10 nëntor në një apartament të marrë me qira në Tiranë, me qëllim përfitimin në një shume prej 5.000 eurosh. Sipas informacioneve të policisë, Suate Çelo Alia kishte një lidhje dashurie me 27 vjeçarin dhe njëkohësisht me Lucian Kimzën. Pas një konflikti mes tyre, Kimza organizoi planin për ta marrë paratë e viktimës me ndihmën e Monika Markut dhe personave të tjerë. Monika e ftoi të riun për kafe përmes rrjeteve sociale dhe e çoi në apartamentin ku ndodhi grupi. Në momentin që viktima hyri në apartament, nga tualeti dolën 3 të rinj që e sulmuan fizikisht dhe detyruan të paguante shumën e kërkuar. Pas marrjes së parave, e kërcënuan për të dhënë edhe shuma të tjera. Policia njofton se operacioni vijon dhe kërkimet për Klajdi Limanin të shpadhur në kërkim janë në fazë intensive. Ngjarja ngresh shqetësime mbi aktivitetin kriminal të organizuar mes të rinjve dhe përfshirjen e lidhjeve personale në planifikimin e krimeve. Një 28 vjeçar u arrestua nga policia e Korçës pas denoncimeve për mashtrime ndaj 6 personave, ndërsa dyshohet se ka mashtruar dhe 25 të tjera. Ai akuzohet gjithashtu për vjedhjen e 70.000 lekëve nga një restorant. Policia e Korçës ka vënë pranga një 28 vjeçar identifikuar si Johan Muslinaj pas kallëzimeve të bëra nga 6 persona të cilët deklaruan se ishin mashtruar prej tij. Sipas denoncimeve, Muslinaj kishte shuma që variojnë nga 50 deri në 150 euro, duke përdorur arsye të ndryshme për t'i bindur viktimat të dorëzonin parat. Hetimet paraprake kanë zbuluar se njëjti person dyshohet të ketë mashtruar edhe 25 individ të tjerë, të cilëve u premtonte kthimin e shpejtë të parave, por më pas ndërpriste çdo kontakt me ta. Përveç mashtrimeve, 28 vjeçari akuzohet se 5 ditë më parë ka kryer një vjedhje në kasën e një restoranti ku ka marrë një shumë prej 70.000 lekësh. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë lokalit. Pas hetimeve, policia ka lokalizuar Muslinjin në një banesë braktisur në lagjen 4 të qytetit dhe ka arrestuar. I riu përballet tani me akuza për mashtrim dhe vjedhje, ndërsa policia po vazhdon hetimet për të identifikuar dhe në hetime dhe raste të tjera të dyshuara për mashtrimin nga njëjti person. Arrestimi i tij tregon angazhimin e autoriteteve për të parandaluar shpërndarjen e aktivitetit kriminal. Të nderuar televizionistë, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 14 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit dhe kalime të lehta vranësirash në zonat perëndimore. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë vendin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në ulësirën perëndimore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në jug dhe bregdet. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 nëntor do të jetë në orën 6:21, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius.
Vlorë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 18 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke sjellë mot të kthjellët dhe temperatura të buta për këtë periudhë të vitit. Paraditja do të jetë me diell në gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell kalime vranësirash të lehta në disa zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 nëntor do të jetë në orën 6:18, ndërsa perëndimi në orën 16:21. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik, 7 deri në 16 gradë Celsius. Suhare, 7 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund ta ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.